Po si nuk do të bëhemi ne në njerë kjo gjëja këtu? Ore, gjithë ne kemi gjëra që janë shumë, që është natyrshme, është pjesa jonë më e mirë që kemi. Dhe për të gjë, unë jam krenar dhe ne jemi krenar që ata po ekspozojnë dhe po demonstrojnë për çmëritë tona shumë të larta, si shoqëri dhe si qytetërim shqiptar. Dhe këtu është okay. Realiste apo irrealiste? Tani, momenti që ti realizon që nuk je dakord për shembull me këtë realitet dhe ti e do atë më të mirë, ti këtu duhet tregosh pjekurinë tënde më të madhe, që vjen nga dia, nga njohja, nga të parit mirë mbrapa dhe nga të kuptuarit se nga po vin, nga kemi ardhur. Po thoni që ato po kërkojnë qishra. Tani ne vim nga një Shqipëri ku 2013, 2017, arsyeja që ju se ti je pjesë edhe je pjesë përkohësisht, me pyetjen time ishte, ti je pjesë Artan, ti je pjesë përkohësisht e realitetit, e realitetit politik edhe ti aktiv. Si gjenerat Z e llastuar, nuk kemi bëjmë dot tani. Jo, një pjesë e mirë e tyre, shumë prej tyre, flas për më të rinjt, për më të vegjëlit, janë të keq kuptuar, duke ngatruar atë mospërputhje me autorsin dhe me fajin e kësaj mospërputhje. Ata nuk e kuptojnë, ata nuk kanë si ta kuptojnë. Ata nuk kanë si ta kuptojnë. Dgjoj, a mund t'i ndihmojmë ndoshta se ndoshta i ndihmojmë, ndoshta krijojnë një ide më të mirë për atë që duan ta arrijnë. Në vitin 2013 deri në 2017 ti e di shumë mirë, dëshmitar, gjithë ne jemi dëshmitar. Ndihmoni fare kollaj. Po mimo nuk e fare. Tani të lutem. Tani është po Neomarsoria, Neomarsoria, rezononi. Prit ta përfundoj. Është kosto e një partie krejt hapur, e cila kur do të shkojë dhe zgjerorat e veta dhe në Dukaqin dhe nuk i ka votat në Dukaqin, mendon të bëj për vete. Ai është autoritarizëm i plot i Kur ti do të zgjerosh votat në Male, në zona që nuk i ke votat, ti afron një qytetare nga bërë fytyrë kur ajo si atë qytetare ti nuk ja transplanton trurin. Ti nuk e merr atë dhe ta ti vlerëson. Ti ja djegësh në kur vjen në partisë tënde. Ajo është qytetare me merita se i ka zënë dikujt tjetër. Makina nuk ishte 100% perfekte. Tani, makina e përzgjedhjes nuk ishte 100% perfekte. Nëse do të dish që aja dole mos më lësh të flas. Nuk ja dole mos më lësh të flas. Po të më njëherë, po është pa drejtëve, sepse nuk po më lë që ti them gjëra që ndoshta tani të lutem. Më lër të bëj një pyetje për propagandë për qeveri. Kërkoni qitranel. Unë nuk dua ti bëj propagandë për qeveri. Por unë dua që ata të jenë në këmbë tokë. Edhe unë që ju e doni gjërat e pamundur. Tani të lutem. Mirë, zoti Gonxhej, si ministër që jeni i turizmit, se nuk e la, jo tani s'ka, do flas vetëm unë, një pyetje për ministrin. Munges respektin ndaj atyre që na dëgjojnë. Patjetër, sepse unë mund edhe të them gjëra që ndoshta ndihmojnë, jo vetëm debatin këtu, po ndoshta ndihmojnë. Ja dua të pyes. Tani të lutem, ne jemi këtu, po unë kam bërë, unë s'po flas dot se janë vetëm mbi zëra ose me zëra si sepse po kërkojnë ajo është përgjigje e tij tani. Po pse më ndërpret? Unë dua të dal, po unë kam mënyrën time se do dal ke mendimi im, mbase është e gjatë. Unë nuk e di. Unë atë mënyrë dua të kap. Sepse unë për të punë jam vetëm duke u dëgjuar e kapni këtë, po nuk u dëgjuar, nuk e kapni dot, po ndërhyt pa fund. Një pjesë e tyre po ta dinë se çfarë ka qenë Shqipëria vitin 2013, hallet që ajo na ka lënë. Hallet që ajo na ka lënë në pajme. Do të vinte shumë keq për mënyrën se si protestojnë ose për atë që ata presin. Ose për atë që ata presin nga pozicioni që ata kanë marrë. Nëse ata do ta dini mirë çfarë ka qenë Shqipëria para vitit 2013, çfarë kemi marrë ne nga 2013 ata tani të lutem nëse ata do dinin që Shqipëria janë gjenerata